Pyetja e tretë është, Asalamu alaikum, a prishet abdesi nëse qanë, por për diçka të zakont e jo nga takvallok. Ne për shembull në namaz, kur jemi ne, çka duhet bëjmë? Duhet leximin e Kuranit që e bëjmë, apo të elhamit, ta mendojmë, edhe normal dhe më thonë, në rridhin lotët. Ta bëjmë namazin me përkushtim. Po, bile për shembull, edhe denesje me pas, dhe më thonë, si me zënë, ashtu, të qarët, me denesje, me qenë në namaz për përkushtimin, për atë si rezultati asaj se e mendon se para kuj do të dalësh, kur jenë kam për shembull e mendon se si të ri para Allahu xhaleshanu në kam, edhe kur do të më pyese se çka kam bën une gjatë jetës time, sa e gjatë do t'jesë ajo e ndetmja ime në kam për Allahu xhaleshanu. E tash, nëse është si rezultati i kësaj, si rezultati të takvallokut shumë mirë është shpreh, atëherë dhe më thonë, kjo preferohet bile edhe nuk ja prish abdesin. Nëse qanë me zonë nga dhimbja për shembull, se i dhem diçka për shembull, kama i dhem, apo diçka tjetër, edhe pisklon, normal dhe më thonë, ati namazi i prishet, jo abdesi. Namazi i prishet. Abdesi nuk i prishet. Se ka një farë fjale këto, për cilët ajo fjale, si do mos të gratë më tepër, thot, nëse për shembull njeriu ka marrë abdes, edhe qanë, jo prish abdesi. Jo, s'ka të bëj, as pak.